Trajneri Tahir Batatina dhe skuadra e Llapit të shtunën e siguruan qëndrimin në elitën e futbollit të Kosovës. Llapi arriti fitoren ndaj skuadrës Vushtrës që përfundoi e dyta në grupin B të ligës së parë. Fillimisht Vushtëriasit e kishin fituar barazhin e parë ndaj Lirisë, por të shtunën në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë nuk patën fat dhe kanë qenë llapianët që në penallti ishin më të saktë dhe portieri kroat Marian Qorić arriti që të pres penallti. Për situatën e krijuar në gjithë sezonin për skuadrën e Llapit, të dielën pra në një intervistë për kohën ka folur trajneri Batatina, i cili me skuadrën e Llapit ka arritur që të fitoj 2 trofej të Kupës së Kosovës. Edhe vetë trajneri Batatina e ka pranuar se ky sezon duhet harruar sa më shpejt dhe të nisë përgatitjet për edicionin e ardhshëm. Ishte një edicion shumë i gjatë, por edhe shumë i vështirë për skuadrën e Llapit. Llapi e humbi finalen e kupës, ndërsa mbijetesën në Superligë siguroi nëpërmjet barazhit dhe atë vetëm pas gjuajtjes së penalltive. Ndeshjen vendimtare për mbetje në elitën e futbollit kosovar, Llapi e fitoi të shtunën ndaj Vushtrës 4-1 në penallti. Ndeshja e barazhit ishte përmbyllëse për edicionin 2024-2025. Një edicion për të harruar, thot trajneri i Llapit Tahir Batatina. Një edicion më harru, një edicion i cili shpejt ga dje ku më harru. Më thonë djeme që nga sot mos të mendoni të kalumen. Ata që mendojnë të kalumen nuk kanë të ardhmen. Do thotë duhet të mendojnë tashmen që jetojmë, tash se çka do të bëjmë tash. Ai thot se rrugës kishte shumë kundërshtar. Insiston se 5 klube elitare nuk e kanë dashur Llapin në Superligë. Jam bo gjithë bashkë, për i këmë bërë gjitha leonca dhe fund kja këna rritë tromfojnë edhe tina pjesë elitës. Llapi në elitën e futbollit kosovar ishte kthyer në edicionin 2015-2016. Për një dekadë asnjëherë nuk ishte më i rrezikuar se këtë. Batatina është i lumtur që Llapi siguroi mbijetesën. Për mua shumë rëndësi që skuadra është pjesë e elitës, ka qenë finalist i Kupës Kosovës, finalet nga ne nuk fitohen, por është më rëndësi çdo skuadër ka ëndër finalen. Ne kemi prek finalin dhe do shta detaj vogël ka ndiku në finalit që mos ta fitojna. Jam i kënaqur edhe me djemt që kanë bën punë maksimale, por besoj që Llapi do të ndryshojë në pjesën e kontingjentit lojtarëve për sezonin e ardhshëm, do të jetë skuadër shumë solide. Batatina, që vlerësohet më shumë si trajner të Llapi, thotë se titulli mbetet qëllimi kryesor. Na duhet të marrim mësim nga ky kampionat dhe mos bëjmë gabimet që kanë bërë këtë kampionat dhe s'kemi bërë që 12 vite në Superligë. Dhe shpresoj që për 20 vite tjera nuk do të bëjna dhe do të jetë një skuadër shumë solide në pozitat e para ta kapë Evropën dhe ajo që është qëllimi kryesor prapë do ta përsëris është promovimi i lojtarëve të ri. Për rezultatet e dobta, sidomos në sinorin vjeshtor, Batatina një pjesë e fajit i avë dhe vetës, përmendet dhe gabimet e gjyqtarëve. Ai po ashtu krahason Llapin me klubet e mëdha evropiane, Manchester Unitedin dhe Milanin. Trajneri llapian burret me hapësirën që ua ka dhënë lojtarëve të rinj. Sipas tij, Llapi do t'i fitojë 1.5 milion euro nga shitja e disa lojtarëve. Sipas tij, Lecce e Seria i ka bërë ofertë zyrtare Llapit për talentin Elvir Gashiani. Batatina ka theksuar se oferta kanë marrë edhe për Diyar Vokrin dhe Ardet Tahirin, ndërsa thekson se nuk mungon interesimi edhe për Arianit Hasanin. Për Elvirin, jam realisht se kena Seria A. Për Seria A, për Elvir Gashianin do thotë që është diskutu, për Arditin kënë bëj me Ukrainë, ndërsa për Vokrin në Kroaci. 3 këto shtete cilat janë do të bisedimet zyrtare, për Vokrin vetë është interesimi shumë i madh nga 2 skuadrat kroate. Në drejtimin e Batatinës, Llapi ka fituar 2 kupa dhe 1 Superkup të Kosovës. Në Evropë nuk ka kaluar asnjë raund garash në 3 paraqitje.